Kryedemokrati Sali Berisha ka theksuar se qytetarët duhet të tregojnë vendosshmëri dhe guzim për të protestuar në mënyrë të qëndrueshme deri në largimin e kryeministrit Edi Rama, duke u referuar dosjes Balluku. Kryedemokrati akuzoi kryeministrin Ramas se po i ofron mburojë politike zyrtarëve të korruptuar. Për largimin e tij nuk kërkohet asgjë tjetër, përveç guximit, vendosmërisë dhe vullnetit të qytetarëve shqiptarë në një protestë të qëndrueshme deri në largimin e tij. Prova u bë, revolta u dëshmue, por kjo duhet të jetë e qëndrueshme. Bulevardi duhet të jetë i qytetarëve, sheshi duhet të jetë i qytetarëve, jo një ditë, 2, 3, po aq kohë sa duhet për ta larguar. Ai akuzoi kryeministrin për krijimin e një strukture të pavarur politike brenda Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Akshi, duke e paraqitur këtë si instrument për të përfituar qindra miliona lekë në mënyrë paligjshme dhe për të favorizuar zyrtar të korruptuar. Akshi është agjenci që varet direkt nga kryeministri. Varet direkt nga kryeministri, nga Edi Rama. Së dyti, duhet të rkthej këtu që njeriu më intim, përveç Bazhanakut, njeriu më intim, po të mbyllni hapni syt ju, i të gjithë zyrtarëve në Shqipëri, isa njeriu më intim është Ergyes Agasi. Berisha ngriti gjithashtu akuza lidhur me tenderat të deformuar, duke përmendur emra si Ermal Beqiri dhe Geron Meçe, ku ofertat fiktive përdoren për të manipuluar konkurrencën. Pra, ky Intim Agasi ka vu aty 1.000 euro dhe ka dalë në 10 orë me 22 milion herë më shumë. Të gjitha këto para të vjedhura qytetarëve shqiptarë në kopshtin privat të Edi Ramës për Edi Ramën. Duke u referuar dosjes së Belinda Ballukut, Berisha akuzoi gjykatën kushtetuese se po zbatojnë urdhra politik të kryeministrit. Ai paralajmëroi Ramën se në rast se imuniteti numri 2 të qeverisë nuk hiqet, qytetarët do të përgjigjen me protesta të gjata dhe masive. Me këto emra, me Ermal Beqirin, me Geron Meçën, duke legalizuar një proces ultramafioz në konkurrencë, duke paraqitur fake oferta vetëm për t'i çuar në ankime, për ta anulluar nëse ndonjëherë kishte sjell një ofertë më të përshtatshme.